Londra dhe pjesë të mëdha të Europës veri perëndimore po përballen me temperatura të pazakonta për muajin maj, ndërsa një kupol të nxehtë ka përfshirë rajonin. Sipas shërbimit meteorologjik britanik, temperaturat në kryeqytetin anglez pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius të dielën dhe mund të ngjiten deri në 34 gradë të hënën, ditë feste kombëtare në Mbretërinë e Bashkuar. Nëse ky nivel konfirmohet, Britania mund të thyejë rekordin historik të temperaturave për muajin maj, i vendosur në vitin 1922 dhe 1944 me 32.8 gradë Celsius. Ekspertët thonë se temperaturat mbi 30 gradë në Londër gjatë muajit janë jashtëzakonisht të rralla dhe shumë mbi mesatare normale sezonale. Qytetarët në Londër kërkuan freski në parqe, pranë lumenjve dhe në hapësira publike, ndërsa shumë prej tyre shprehen shqetësim për ndikimin e ndryshimeve klimatike. Banorët thanë se temperaturat po bëhen çdo vit më ekstreme dhe paralajmëruan se fenomeni po ndikon jo vetëm te njerëzit, por edhe tek bujqësia, kafshët dhe i gjithë ekosistemi natyror. Sipas meteorologëve, masa e ajrit të nxehtë që ka mbuluar Britaninë dhe pjesë të Europës po krijon kushte të pazakonta atmosferike për këtë periudhë viti. Shkencëtarët kanë paralajmëruar vazhdimisht se ndryshimet klimatike po sjellin valë të nxehtë më të shpeshta, më intensive dhe më të gjata në shumë vende të botës. Ndërkohë, autoritetet britanike kanë këshilluar qytetarët të shmangin ekspozimin e gjatë në diell, të konsumojnë sa më shumë ujë dhe të tregojnë kundes të veçantë për të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore.